Milioneri sotëm, herën e parafundit që e takova, po mlidhte 5 milion euro nga njerëz të ndryshëm për të investuar në një fond investimi. Herën e fundit që e takova, kishte bler një shtres pallati të gjithën, një kat pallati, 350.000 euro, hodhi dhe 250.000 të tjera dhe tha që edhe po t'i shes me 100.000 euro, do bësh 26-28 dhoma dhe do nxirrte milionat, lekët e dynjas. Është këtu sot me ne Dionis Shahari. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe tek emisioni Milionerët, më bëhet shumë qefi që je këtu. Gjithashtu. Unë kam përgatitur disa pyetje që dua t'i bëj edhe unë dhe gjithë të tjerët, si ne që jemi, meqense jetojmë në Shqipëri dhe duam të dimë nga milionerët janë shqiptarë, si e kanë bërë, si që nga fillimi nga të gjitha. Duke filluar që nga ti vet. Nga je? Nga Vlora. Si e ke filluar këtë udhëtimin e milionerit? Normalisht nga nevoja për të ardhura, e për të mbijetuar, e kam nisur me biznesin e familjes në fakt, që në klasën e 6. Pastaj në vit të 3 fakultet, unë jam shkëputur, ku kam marrë biznesin tim, të parë që një internet kafe, në 2008, dhe aty nisa, pastaj i pavarur, pasi dhe u martova dhe kam kriju familjen vete, që në 2008. Je martuar në 2008? Po, rreth 20 vjeç. 20 vjeç, një sekondë. Tani, okej, pas ke një lloj moshe. Yeah. Edhe si të erdhi kjo ideja e biznesit? Ishe vetëm në familje nga këta, sa, ke vëllezër motra? Po, kam 2 vëllezër. U morën dhe këta? Po, ata më kanë suportuar në fakt. Në fillim, deri në fazën që unë dola familjen vete dhe mbarova dhe fakultetin në Vlorë për ekonomikun, profili marketing dhe administrim biznesi, dhe pastaj në 2010 unë u zhvendosën në Tiranë. Pse nuk vajte jashtë shtetit, po erdhe në Tiranë? Nuk më pëlqen në fakt jashtë shtetit. Ke qenë jashtë shtetit? Ke dalë për udhtim dhe nuk të pëlqeu të jetosh apo? Jo, unë kam dalë vetëm për të udhëtuar, jo për të punuar. Kjo më ka bërë që edhe unë të mendoj që globalisht, dhe kam një shprehje që më pëlqen që Shqipëria u takon atyre që qëndrojnë deri në fund. Ata që qëndrojnë deri në fund, duhet votojnë, mendon? Yes, patjetër. Ata që vinë nga jashtë, nëse njëri ka 20 vjet. Kot pyetje me që se e kemi të stinës. Ka 20 vjet ai që jeton jashtë, si ka mësuar shqip, as familjes, as fëmijëve, as gjë. Duhet votoj apo jo? Për mua jo. Jo. Ai do të vi këtu, të kaloj peripecitë që kalojmë neve, të ketë po të njëjtat të drejta si ne pastaj. Pastaj veshik kpucët tona dhe pastaj ta di qofse duam autobus falas apo jo. Yes. Nuk e duam falas, e duam në kohë. Kjo është ide. Jo, shumë e saktë, shumë e vërtet. Po me biznesin. Tani biznesi që tani quhet Sole Global Investment. Është një fond investimi. Do me thënë pak a shumë, po ta shpjegojmë, është ma shpjegoj të skaj. Marrim lekë dhe ashtë në kështë shpjegojmë. Fond investimi, por është eksaktësisht vetëm për real estate. Pra, është një fond ku mblidhen kapital nga investitorë të ndryshëm, blien prona, restaurohen, shiten dhe fitimin ndahet në promocion me shumën e investuar të bashk investitorëve. Pra në qoftë se kam unë 10.000 euro për të investuar, unë i kam, nuk është të thënë që mund të investoj, po ka disa mënyra se si çfarë mund t'i bëj. Okej, mase 10.000 euro, mase kam 100.000 euro, që mund t'i bëj dhe gjëra tjera, se 10.000 euro do i sjell, çfarë do bëj, po 100.000 euro mund t'i çoj në bank, sa ide e mirë është kjo? As pak, nuk është fare ide e mirë. Pasi normalisht interesat janë shumë të ulta, ndërkohë që ndërkohë që nëse i vën tjetër patjetër që është shumë, po inflacioni, këtë do të thosh se s'po doli. Inflacioni shumë më i lartë se normat e interesit, kështu që ti praktikisht del me minus. Domethënë nëse i ke 100.000 euro sot, ti ke 100.000 euro sot. Edhe do blej një shtëpi në Ysberisht. Vitin tjetër prapë ke 101.000 euro. Por nuk blen gjysmën e shtëpisë. Po s'blen dot një shtëpi, se s'është më 100.000 euro, edhe ky është inflacioni me një fjali, domethënë. Kjo është. Edhe për taksat është e hau 30% të akullores kalamajve dhe të mësojnë taksat që të vegjël. Shumë interesante. Tani, okay, nuk do i mbajmë në bank, kjo është e sigurt. Parat tona, parat që kemi kur kemi, çrëndsi ka, mësoj që tani ti edhe kur të bësh milioner mos ashtu. Çfarë mund t'i bëjmë tjetër? Mund t'i hedhim në do blem shtëpinë në Ysberisht, që thonë. Blem shtëpinë në Ysberisht. Ja, nuk e blen dot. Me 100.000 euro. E bleve një shtëpi, po ajo që do bësh qofse do rrish vet, është 300 që do paguaje qerasit, do nxjerrësh një 4.000, 3.700 sa i bie, 3.600 whatever në vit. Hiq taksat që kanë filluar tani se i kanë kapur ato gjëra. S'do i bësh atë, do i futesh në S&P 500, që 2023 dolën për shembull me 30% minus njërën tjetrën, ka riskun e saj edhe ajo bëhet, ose një mënyrë e cila është
këtu në Shqipëri dhe ekziston është Sole Global Investment. Nëse po themi ti bësh bashkë investitor me ne, normalisht brenda një viti mund të nxjesh 20-30% të shumës së investuar. Sa mund të jetë minimumi? Minimumi 10.000 euro. Se të shtëpia jam të 100.000, më pak s'kam ku ta blej shtëpinë. Jo, patjetër. Kështu që tek 10.000 euro, 10.000 euro është minimum. unë ti praktikisht çfarë i bën ato lekët? I morë ato lekët, i thash në bankë me kontrata, me 3 kontrata, jo një, se me një. Jo, janë kontrata bashkë investimi që normalisht janë të rregulluar nga ana ligjore, blihet prona, restaurohet dhe ndahet fitimi në bazë të shumës që ke investuar. Në rast se na del për shembull fitimi 30%, ti do të marrësh 30% e shumës tënde që ke investuar. Kjo varet me pronë fiks, pra nëse ti bleve për shumë një apartament në Vlorë 100.000 euro, unë kam 10% atij apartamentit apo kam 10% gjithë fondit, 1% sa i bie të gjithë fondit që mund të ketë 10 shtëpi të ndryshme dhe unë nuk e kam fiks. Shiko, ideja është që ti do kesh gjithmonë përqindje për prona të ndryshme, sepse do jenë në prona të ndryshme. Në prona të ndryshme, sepse po themi 100.000 euro që ti ke hedhur nuk do të jetet direkt te kjo shtëpi. Por do të sa fonde janë të lira, nëse janë X fonde, janë 50% fonde të lira, në atë moment që do blihet kjo pronë, atëherë secili do marrë nga 50 do i përdorë nga 50% e fondeve të tyre. Pra, në një farë mënyrë këtu bëhet një diversifikim i riskut, sepse prona jote, kjo pronë për shembull mund të shitet për një vit, 6 muaj. Ndërkohë që ne nuk i hedhim gjitha lekët e tua, por hedhim një pjesë të lekëve tua dhe një pjesë tek prona tjetër, një pjesë e prona tjetër. Edhe kjo shumë bëhet menaxhimi i riskut. Edhe kjo na ndihmon ne që edhe nëse iku turizmi nga Korça kësaj radhe, shikoj se kemi dhe në Elbasan, kemi dhe në Vlorë, kemi dhe do shkojnë në Vlorë. Si të erdhi kjo ideja? Kjo erdhi nga eksperienca, pasi se zgjohesh një ditë thuash, okay, do mbledh 5 deri në 10 milionë euro. Jo. Kjo ka nisur, un kam nisur që të blej prona për të parë në 2014-ën. Ka kjo që shtëpia ime parë, pastaj në 2017 kam bërë investimin e radhës. E bleve me idenë që të bësh lek me atë, jo thjesht një shtëpi për të ndonjur. Te para është për të ndonjur, sepse 2017 ne vim nga familje të cilat blij shtëpi. Pastaj në 2017 e bëra për investim, pasi ishte një pronë e madhe. Mirë pa ty kuptova që i bllokova të gjitha lekët dhe kur më doli prona tjetër e radhës, ishte me shpim shumë okazion, unë nuk kishe lek. Dhe më duhet i thosha Julit, Juli, kam gjetur një pronë, unë kam vetëm 20%, pjesën tjetër hajde ti, dhe e marrim e blejmë dhe e shesim. Dhe kështu bëheshim bashkë, unë dhe ti, në shkoshim certifikatën e pronës të dy emrat tanë, ndërkohë që kur shisim do na vinte edhe gruaja, i vete me email edhe gruas. Mi po ndodhi që një shoku i munda nga gruaja dhe nuk na vite gruaja të frymosëm dhe u bllokuam. Edhe tham, çfarë mësuam ne nga kjo gjë? Duhet strukturë. Dhe atë pastaj lindi ideja e fondit, jo vetëm këtë, por të hequr disa shpenzime që i njeh tashmë ligji. Edhe kështu nisi, plus pastaj edhe një ide tjetër që ishte e suporton këtë, ishte fakti që ideja është të bëjmë të diversifikimin e pronave. Pra ne nuk është se po blejmë pronë dhe presim të shesim këtë që të blejmë tjetrën. Pra ideja duhet të kishte më shumë kapital, që ndërkohë ne të filloni me procedurat e tjetrës, që sa të arritet të shitej kjo të blije tjetra dhe të kapej circle-i. Pra është një rreth që duhet bërë, që ti çdo 15 ditë kesh një pronë për të blerë dhe çdo 15 ditë kesh po prapë një pronë për të shitur. Se po pritet 3 vjet ashes atë, të ka bllokuar. Të ka bllokuar dhe normalisht margji i fitimit ulet. Kështu që ideja është të nxjerrësh 20 deri në 30% minimalisht për 6 muaj. Pra ky është qëllimi. Pra, investitorët ne kemi që nga momenti që kanë hequr lekët nga xhepi i tyre, janë investuar deri në momentin që vijnë për parë lekët në xhepin e tyre, është maksimumi 6 muaj dhe kjo shkon nga 20 deri në 30% të shumës. Wow. Po kjo bëhet kur mbledhemi të gjithë bashkë dhe kemi lek mjaftueshëm që të kapim këtë zinxhirin. Thonë që leku bën lek. Në këtë rast është i vërtet, nuk e di nëse është përgjithësi. Patjetër që sepse normalisht nëse ti ke një fond më të madh, ti ke mundësi të aplikosh dhe ekonominë e shkallës. Pra ti kur blen, nuk blen një apartament, po blen 50 apartamente që këto kërkosh një çmim shumë më të mirë dhe ti që aty e ke bërë fitimin. Që në blerje ti e ke bërë fitimin. Çmime më të mira, mundësi më të mira për negocime dhe të gjitha. Plus që mbreti sot është keshi, është likuidi dhe në momentin që ti ke 100 veta të tillë që kanë ardhur me 10.000 euro sa për aty dhe të hapen derat atë. Më bëj gjysmën e pallatit, po. Nëse kërkon 5% ulje në total është del ndryshe. Ka shumë fonde të tilla në Shqipëri apo në rajon? Në rajon ka, më së shumti janë të njëjtur në Amerikë. Aty janë sepse ekzistojnë dhe ligje të cilat i mbështesin.
Në Europë po ashtu, në Shqipëri ka ca vështirësi, pasi pjesa ligjore është akoma nuk ka ligje të mirëfillta për fonde në real estate. Ka për fonde, por jo për fonde në real estate. Kështu që normalisht edhe ne me pak kujdes, me anë ligjore e kemi zgjidhur këtë pjesë. Mendoj që mund të kenë grupime, pra që bëhen 2, 3 apo 4 veta bashk, por fond në dijen time të mirëfillt. Këtë që mund të bëhet në 2017-ën. Këtë mund të bëhen 2, 3 veta, 4 veta, sepse kemi edhe shoktarë që e bëjnë këtë gjë. Por që fond të mirëfillt nuk ka. Po, si mund ta hapësh një biznes të tillë? Qofse dua unë nesër apo dikush tjetër, thjesht ta dim si ide, atë. Po, patjetër. Copy paste s'bëhet. Nuk patjetër. Do vjedhësh mundimin, po idenë vërtet. E para një herë që do informacion juridik, financiar, do network, do dhe dije në real estate. Domethënë nëse ti nuk di nga real estate, mund të hapësh po. Mos e prek. Është nga mësimet që unë kam mësuar këto vite. Je marrë me real estate, si thjesht real estate. Se kjo pjesë e real estate është normalisht. Kjo pjesë e real estate është, po patjetër, me këtë kam nisur, pra siç edhe e përmenda që blia i pron vetëm, pastaj u bëra me shok, e shit restaurant dhe në momentin që nis vetëm është fix real estate, pastaj me të tjerët bëhet fond kjo gjë. Yes, kjo është sepse bëhemi të gjithë bashkë për të blerë të njëjtën. Bën sens me çdo lloj kapitali që në farë mënyrë unë jam titullari, domethënë i asaj pronës që e menaxhoj bëj, por prona është e të gjithëve, neve. Do dalin ligje vetëm për ty, do thonë këtë kemi bërë sepse biznesi i parë ka qenë ky, siç bëhet në shumë gjëra. Po gjithmonë nisen bizneset e pastaj dalin ligje të cilat e shikojnë që i rregullojnë, i bëjnë brenda kontureve, por do të ketë një iniciativë. Sa e vështirë është mbledhësh kapital? Në fillim është shumë e vështirë, por pasi ti ke bërë disa punë, ke treguar rezultate, të vinë vetë. Dhe besoj që të vinë vetë. Pra kur ti krijon një emër, normale po. Pra kur them 20 deri në 30% dhe ti 20-30% që je i prekur tashmë për 1, 2 apo 3 veta, pjesa tjetër është decit. Kalojnë 6 muaj të tjera, kanë mësuar edhe 10, ata 10 nëse futen. Kështu funksionon, por duhet fitosh besimin. Nëse nuk fiton besimin nuk e gjë. Reklamën si ja bëni kësaj ides? Word of mouth? Yes. Pastaj me network, me miq tan, shokët tan vin vetë, sepse normalisht shumë se kush i ka ato paratë dhe po hey shiko. Po vin vetë, ore o Dionis, ty kam dëgjuar që ti merresh me real estate, ore kam dëgjuar që real estate i ka normën më të lartë të kthimit. Si t'ia bëj se unë nuk di, as nuk marr vesh, as network nuk kam. Si t'ia bëj sepse duhet të jep dhe unë pjesë e kësaj industrie. Okej, them, janë vendin e dur. Kjo është ide. Do të pyes për atë pjesën e katit lart, atë idenë që thjesht në të kaluar, ma tha kështu. Shikoj se mora një kat pallati të gjitha këto. Përpara do t'ju thosha që thjesht një nga ju që shikoni emisionin, normalisht se po japin dhurata këtu, do ketë falas një udhtim nga 10 euro travel. Edhe gjithashtu, dhe i ftuari jon, do jap diçka falas që është 1 orë, një kafe ose thjesht mind, si thona në anglisht? Brainstorm. Po, për të mësuar diçka. Nëse doni të mësoni diçka nga i ftuari jon, atëherë shkruani në Instagram, në YouTube, tek komentet në YouTube dhe 1 orë do zgjedh vet Dionisi, këtë dëshiroj, kush mund të shkruaj më bukur, varet sipas idesë që do hap një biznes, një diçka. Edhe e keni këtu 1 orë siç e kam unë, 1 orë me vete, 1 orë e kam unë, 1 orë do e keni dhe ju. Edhe nëse keni pyetje tjera, normalisht mund të shkruani më poshtë. Vazhdoj me idenë e katit të fundit. 6, kati fundit, se që kati fundit si erdhe atje kalove, çfarë ke bërë në gjë? Ka marrë një kat të fundit, 350.000 euro. E more vetë këta? Jo, s'ishte kati fundit, ishte gjithë ndërtesa. Qëse ke fjalën për këtë. Gjithë ndërtesa, ajo që do bëjë 28 dhoma. Po, gjithë ndërtesa. Gjithë ndërtesa. 350.000 euro. Po. Dhe do i fusje 250.000 tjera. Pak më shumë vete, po, okay. Sepse gjithmonë ndërtimi ka një 10 deri 20% plus restaurimi që nuk parashikohet. Edhe gjithmonë do fusje lekët e tua apo lekët e fondit? Këtu në këtë rast. Në këtë rast janë lekët e fondit, një pjesë, por edhe unë jam, domethënë pjesë e fondit, po. Jo, po unë mund të investoj edhe si individ. Unë bëj kontratë me fonde, që kam të ardhët e mia personale dhe mund t'i fus. Po. Pa do fus dhe lekët e mia, domethënë si Dionis. Nëse duhen 350 ti ke 100, okay, futen 100. Po. Do fusën 100, edhe unë jam një pjesë si gjithë tjerët. Dhe si do ndaj fix këtë, pra do ndajnë disa dhoma në 28 dhoma. Dhe në këto 28 dhoma, qofse i shisje, flasim. Ti s'do i shes, nuk do i shes. Jo, kjo është nga ato prona që nuk do shitet, është pronë që do jepet me qira sepse ka rojë shumë të lartë. Në qofse do i shisje, sa do bënte një nga këta apartamente, një nga këto dhomat? Sa do i shisje? I don't know, sepse është bërë në formatin e hotelit kjo, pra më thënë apart hotel, diku te 30 metra katror.
që i ka të gjitha ato elementet bashkë me balkonin. Nuk e di, por nëse doni që të flasim për pjesën e flipping, kam pronën tjetër aktualisht jam duke punu. Jo, do vazhdojmë tek kjo si do janë nxjerrësh lekët. Okej, hodha 600.000 euro, si që kjo metoda. Aha, shiko, ideja është që do ta jap është në fakt është në një vend shumë të mirë, location shumë të mirë, edhe normalisht është një pronë që nxjerr 20.000 euro minimumi në muaj qira. Që janë 28 doma, me nga 1.000 euro, po 8.000 hiqi... I hoqa gjitha i lash 20.000 llogariti dhe normalisht duke ju gjitha ato shpenzimet e tjera dhe për 3.7 vite ajo i kthen lekët mbrapsht. Më pak se 4 vjet, i nxorri lekët ajo, pastaj për 4 vjet tjera. Blen prap. 3 vjet e ca. Kështu pra. Nxorri 2 fishin edhe vazhdon nxjerr lek ajo, dhe ndërkohë që ajo nxjerr lek, pse ta heqësh është. Yes. Është mos e normal. Kjo është nga ato pronat që nuk e heqim. Domethënë nëse një pronë në fakt ne kemi si rregull, domethënë që nëse një pronë e ka kthimin e investimit deri në 7 vite ne nuk e shesim. Deri në 7 vjet. Po, është për neve është 7 vjet është shumë mirë në fakt. Është fantastike, çdo 7 vjet ajo blen veten, nuk mund ta shes. Nuk e shes. Wow. Po ta kapësh të 7 vjetësh sikur ke bërë çuditëra. Meqense po më thoshe për flipping, edhe ti ke bërë disa nga këto flipping. Po. Në shtëpitë që ke shitur, në vilat, në gjitha ndërtesat, cila ka qenë ajo që ka kushtuar më shumë? Në shit, prona 1.2 milion euro në dërmi. 1.2 milion euro, një pronë. Vil, po, vil. 12 apartamente në Pjesberisht. Nëse krahason, po. E shiti apo e blon në një orë apo? Jo. Ka shumë pasanik që nuk njihen fare. Që s'njeh fare. Më mirë ti jesh i panjohur dhe pasanik se sa i njohur dhe i varfër. Është pyetje $1 milion edhe. Diçka duhet të jesh çrëndsi ka. Po më e njohur mbase në njeriu të njohur në një pronë që kanë shitur. Çka bler? Të them të drejtën të njohur prona doktor, deri te doktorët. Nuk mund t'ja problemi, por në Jo, mos aman. Ai ka bler një pronë 500.000 euro. 500.000 euro doktori. Një vil, po. Ndërkohë një se po bëj llogarit sa është rroga mesatare e doktorit tu. Po me lira. 28.000 euro në Bregdetin e Durrësit. Çfarë që 28? Parkim? Shtëpi? Shtëpi. 28.000 euro. Po. Janë ato pallatet që janë ndërtuar në 2008-ën, që u bë një bum i ndërtimit në 2008-ën në vinë bregdetare të Durrësit. Atë pranë detit. Po, vjet tret, por gjithsesi 3 minuta nga deti. Wow, 28. E bleve 28 dhe shitem shumë apo e bleve më pak edhe shitem 28 si? 28 u ble dhe normalisht. U ble 28. Wow, super ide. Po nga këto veç vilës ka qenë ndonjë që ka qenë e bukur, e madhe, e mirë, ndryshe. Mbase ke shitur ndonjë apart hotel si ky që bëre vetë. Jo, thjesht vetëm kështu, ndryshe mund të shkojmë tek penthouset, por katët e fundit janë çik privilegj, kanë hyrje të dedikuar, edhe kanë fasad xhami, këto janë që mund të themi prona të veçanta. Ata që kanë iksin në ascensor dhe nuk hipën dot lartit. Vetë deri te grupi në. Plus edhe nga shkallët e kanë me deri të blinduar, domethënë janë privilegjet e katit fundit quhen këto. Po ka privilegjet e katit parë që nuk hipin në ascensor dhe s'pagojnë shpenzime. Po. Meqense po flasim me Dionisin këtu milioner në Shqipëri, doja thjesht të pyesja. Kapim një shifër më pak se milioni. Kapëm shifrin 100.000 euro të para. Kur kishe në bank 100.000 euro të para që i bëre refresh, po më doli atë 100.000 euro. Ç'a ndjeve? Si e mendove? Kam ndjerë në fakt kur nuk i kam pasur, pyetja do të filloj kur nuk i kam pasur 100.000 euro. Si ndjesha? Jo, kur nuk i pasur 100.000 euro thosha të kem 100.000 euro dhe unë do jem njeriu më i lumtur edhe nuk do shqetësohem kurrë. Po kur i pata 100.000 euro shqetësimi ishte po i njëjti, sepse nevojat u rritën. Kohët ndryshuan, ai 100.000 euro që nuk vlente më kur unë e ndërroja para 5-6 viteve apo 7 viteve që para se të bëja. Nuk vlente më 100.000 euro. Ajo 100.000 euro që mund ta kishe 100.000 euro që po vlente 50-60. Dhe ti gjithmonë asnjë nuk e kap dot shifrën. Se gjë ndryshon. Kur thoshe njëherë në kohë që wow, të kisha 100.000 euro të bleja 20 shtëpi te rruga e vjet, te rruga e Lumit në Vlorë, po, kur 5.000 euro. Kur ti bën 100.000 euro ato në vlen. Ushtrua rruga, zblen një shtëpi. Kur bëre milionin e parë, 1 milion euro. Sa vjeç ishe? 30. 30 vjeç. Po. I ke rënë shpejt vërtet, ka për shpejt. 2008 ishe 20 vjeçte. Pa, unë jam 38. 30. Nëse do të bësh llogarit. Para 8 vitesh, 2017 ndiku atje. Atje si u ndjeve te milioni i parë? E friksuam. Çik më mirë besoj aty.
Po kishte edhe frikë. Pse? Se ta shpa kisha çfarë humbisje. Si Ollinin ndryshe. Kisha më shumë frikë të futesha Ollin. Sepse ta shpa kisha çfarë humbisje. Diçka që unë kisha prekur dhe ke frikë. Dhe kjo është edhe arsyeja pse të pasurit gjithmonë janë më të frikësuar, gjithmonë nuk ndaloj sepse kanë frikë të humbasin ato që kanë. Kurse ti kur s'ka asgjë, je Ollin. That's it. Po në kështu në të përditshme ndonjë direkt sa bëre 1 milionin. Kishte ndonjë ndryshim do, ve një lokal më të mirë, Jo. u veshë çik më mirë, i bëre një dhuratë një Ferrari vetes. Ja. Ndryshoi gjë. That's it. Të njëjtat pushime kanë bërë, të njëjtat veshje, të njëjtat telefon. I the njeriu që bëre milioner? Dhe vazhdoj akoma të bëj të njëjtën gjë. Ja. Si dhe asnjëriu. Që shiko se bëra milionin e parë. Hey, hello. No. Hajde të jap një kafe një ditë. No. Çfarë? Ti është njëri fresh e di që kishe 1 milion. E di që i kam, that's it. Se zakonisht milionerët pasi derisa bën milioner fokusohen tek një ide. Di unë. Fokusohen tek një ide edhe bëjnë namin tek ajo ide. Pastaj pasi bën milioner fillojnë diversifikojnë. Sa biznes e ke? 3. Pra, është fondi, është investimet që bëj dhe në privat, dhe kam edhe një biznes tjetër që dental turizm, nëse keni dëgjuar, që sjellim italianët, u bëjt dhëmbët, i strehojmë all-in, do të thënë. Të gjitha këto, do e merr italian nga Italia. E marr Italia, shkoj e bëj në aeroport, e çojmë në shtëpi, i bëjnë komplet trajtimet e dhëmbëve, madje edhe supa i çohet në shtëpi, dhe pastaj përcillet përsëri. Ke ardhur nga lek? Ke trashëguar lek? Ja, 0. Fillove nga 0. Me minus, në fakt. Sa minus? E mbaj mend, ka qenë 15.000 euro minus, kur kam nisur biznesin e parë, 7.000 euro mi dha xhaxhai, dhe pjesën tjetër i mat. Po si, domethënë imagjino tani domethënë një njeri që mendoj mund të shikojë është në QS, tani është student, është hap internetin dhe shikon punët 365.000 lekë të vjet, 355 e 200, sa janë ato, dhe thot, okej, unë e di brenda me që një ditë do bëhem milioner, se mos ta dinte, s'do shikonte emisionin, do shikonte propulsion, whatever. Nëse mua vetë tjera ato, e di brenda që do bëhet, po s'di si do bëhet. Si jepet kura ajo vetes tënde, ti si dhe vetes dhe si mund t'jap tjetri vetes që shiko, unë jam me minus, po një ditë do zgjohem dhe do bëj namin. E para gjë që do të ndryshohet mindseti, mendësia e të menduarit. Në momentin që ndalon të shpenzuari për dukjen dhe shpenzon për zhvillimi personal, unë them që gjysmën e milionit e ke bë. Kur thua zhvillim personal, do të thënë të punosh më shumë apo Jo, të punosh me veten tënde. Të bësh trajnime, të bësh kurse për gjërat e dura, sepse duhet kesh vlerë, të shtosh vlerë. Ma shpjego çik më shumë si punohet me veten. Veç trajnimeve dhe? Të bësh trajnime në një fushë caktuar, po themi në real estate. Tani nëse ti do të jesh në fushën e real estate, do të bësh trajnime në real estate. Nëse do të bëhesh një kameraman i Zotit, do të shkosh të trajnohesh për atë punë. Dhe trajnimet nuk janë vetëm tek profesioni, por janë edhe tek mënyra të sjelljes, tek mënyra të menduarit, janë shumë gjëra sepse jeta nuk është vetëm profesioni, është një pjesë profesioni, por janë edhe shumë elemente të tjera. Nëse si menaxhon emocionet, si menaxhon kohën, shumë rëndësishme, si menaxhon marrëdhëniet që ke me njerëzit, me kolegët. Sa lekë shpenzuar në për trajnime? Shumë, mund të them një shifër ka kapur deri 40.000 euro deri tash. Plas e gjithë kohës. Në cilat pak a shumë? Kush ka lënë më shumë mbres? Ke bërë ndonjë të huaj shqiptar, është ndonjë fiks? Po, patjetër që kam bërë. E kam bërë Tony Robbins, Vasil Lachin, Ermal Mamachin, Shekin, që është edhe për zhvillimin e brandis, pra, menaxhimin e emocioneve, edhe shumë tjerë. Si të ka ndihmuar njëra nga këto, që rëndësi ka kush? Ma thuaj fiks si të ka ndihmuar. Ke vajtur atje, domethënë, okej, ke punën tënde, po bën ca lek, njërën tjetër. Dhe ke vajt atje dhe kur ke ikur, diçka ka ndodhur, se për ndryshe s'do veje prap, se 40.000 euro si mori një njeri, janë avash, do të thotë që kanë vazhduar ata kanë marrë lek nga ty, do të thotë që ti ke nxjerr shumë patjetër, është jam i sigurt. Po them që si justifikon ti atë çfarë ka bërë fiksa ajo gjë. E para një herë, më kujtohet momenti i parë ka qenë që unë mësova të them jo. Yes. Duket si e çuditshme, por në momentin që mësova të them jo, atë gjërat ndryshuan. Ndërkohë që njerëzit tonë sa më shumë po të thuash, aq më shumë shanse ke.
Ja. Të ti thosh po çdo ide e këon. Jo, kur them që të mësohesh jo, është ti thuash jo shpërqendrime. Jo personave që nuk janë. Shpeshherë ne ndiejmë veten që Juli më kërkon diçka ose më kërkon edhe qoftë edhe për një kafe. Hajde se jam për kafe, ndërkohë që ti jemi mund mes të një pune dhe neve nuk e themi dot jo. Ne i themi, shiko se kam një punë kështu, s'është e nevojshme. Joja është përgjigje. Është argument. Jo. That's it. Dhe fërto punën. Vazhdo atje ku e ke lënë. That's it. Kjo të mban në fokus. Kjo është e para që mësova. Imagjino të shkruash dikujt, ç'kemi plako çabone me Yahoo, vish për kafe dhe të shpjegoj, të thot vetëm jo. Ti e pranon këtë gjë. Unë e pranoj dhe jam shumë i njohës. Nuk është se si shkruan me No. Shka që ai jo do të thotë që ai nuk bëhet tani, s'ka pse të më japë mua shpjegime, apo unë atij që pse nuk bëhet. Absolutisht. Nuk mundem dhe that's it. Po mora rastin më bazik, që është më i përditshëm. Kjo gjë. Por joja është kur dikush që të kërkon lek jo për hall, por për hobi. Për shembull, ti ke dhënë. Mos t'i jap. Dikush që thot, ku diun, më jep 5.000 euro të veten Zvicër për skia, si. Po dikush thot çiko, thot do ikim me shokët në dhërmi, e kupton se më kanë ftuar atje, po se kam marrë rrogën akoma dhe a mund të më japësh ti 500 apo 1.000 euro. Domethënë kjo është absurditet për mua. S'ke pse shkon. Ai sa ke hapi shkon gjithë lalzit. Po ti jetë punoj si yt, e thjesht ta kërkoj rrogën 5 ditë para. Prap jo apo nëse ka një arsye të fortë. Ajo është arsyeja, do vjen dhërmi. Thjesht do 5 ditë para. Ja. Ka rregull. Se sot e kërkoj 5 ditë, nesër do ta kërkoj 2 ditë nga ky 5 ditë. Pastaj 2 ditë tjera nga i 2 ditë, po ndërkohë vajte 9 ditë para. E ku një muaj me pagesa, po. Step by step. Për ty një, pastaj për njerëzit po për ty. Cila ka qenë kthesa më e madhe për lirinë financiare? Kthesa më e madhe është kur unë kuptova në fakt që nuk bëhesha i pasur duke kursyer lek, sepse nga familjet në Shqipëri kurse kur kuptova që nuk bëhemi të pasur, madje ne varfërohemi kur kursejmë, sepse është ai që shpjeguan në fillim që nëse ne kursejmë sot 10, nesër do kemi 10, por nuk vlejnë 10. Kuptova që duhet të investu. Kjo ka qenë kthesa më e madhe. Edhe nëse mund të ndaj me ju një rregull që unë e kam ndjekur, është që unë vetëm 15% të kapitalit tim e mbaj liquid, pjesën tjetër e investoj. 15%. Që do të thotë 15% is enough për shpenzimet që të duhen, për sëmundje, për ndonjë makinë, ndonjë hall që të del, ndonjë gjë, mbuloni 15%. Pjesa tjetër është gjithmonë do investohet. Do të sa herë të vinë lek, vjen 1 milion euro, thosën 15% i heq më një an për veten. Jo, gjithmonë do kem 15%, nuk ka, janë 15% janë likuid aty, sepse duhet të jenë për hall e problemi që më na selli jeta. Pjesa tjetër është e gjitha investuar. Pra, nëse ti thua 1 milion euroshi, nuk është në bank. Vërtet. E ke dërguar direkt, e ke bërë diçka. Gjithmonë. Pra, e ke një formulë domethënë se çfarë do bësh. Për mua leku është vetëm i vlefshëm për të kryer transaksionin, jo për ta mbajtur. Është aq i mirë sepse duhet për kryer transaksionin. Ta blej këtë pronën, ta restauroj, ta shes, po që ta shes më duan lekët që të blej këtë tjetrën, sepse nuk shkëmbet më tash i prona me pronën, se ka ikur apo veza me djathin. Ka shumë vite, vetëm për kaq, po jo për ta mbajtur, sepse nëse e mban ai humbet vlerë. Por jam i detyruar që i 15% ta mbash sepse të duhen për shpenzimet dhe të papritura të jetës. That's it. Kishte disa pjesë shumë të mira këtu duke filluar që para 5 minutash duhet ta shikoj prapë videon që të përpunoj më mirë. Okay. Nëse keni pyetje gjithmonë mund shkruani në komente. Edhe mbas e takojmë një ditë tjetër, mbas e ua kthen një ditë ulet dhe ua kthen. Lekët më të shumta që ke bërë në një ditë. Ajo 1.2 milion euro. Që ushit. 1.2 milion euro që ushit ka qenë fitimi diku tek 100.000 euro. 110 diçka. Do ke bërë 110.000 euro për 9 ditë. Një transakcion i ushiti. Edhe në dark vajten kështu në klub. No, that's it. The same thing every day. Shkon në shtëpi. Po të paktën fjetë 3 orë më mbrapa. I lejove vetes të rrish çik në internet kot. Ja. Jo. Nuk ka lidhje fare. Nuk është se të zinte gjumi se bëre lekë. O, hiç fare. Zero. Bëre 110.000 euro brenda një dite.
Shite që u bë, u realizu, shite 10 bjera, diferencë. Fjete një lloj si gjithë ditët e tjera. Si gjithë ditët e tjera, okej. Unë ngrita mëngjes, bëra plani ku ti çoj tash. Ta lek. Gjithë dhurat vetes një diçka? Ja. No. Dhuratën e mblej kur unë kam dëshirë, shkoj në dyqan, nëse më pëlqen, e marr, nuk ka rëndësi se fitova sot as fitova sot. Ka lidhje fare. Okej, pyetje ekskluzive. Sa lek e bër këtë vit? 12 muajt e fundit. Do për viti kalendarik apo? Jo, 12 muajt e fundit. Çik përgjigje e vështirë për se të deklaruar atë. Ja, ideja se kemi shpesh që paratë e gjunahet nuk tregohen, po. Po, jo, mos i tregot tëra, vetëm të këtij viti. Ideja që kena mjaftoshëm, jam shumë happy. Shumë herë. Më shumë, domethënë se po më rritet në një progresion gjeometrik, domethënë. Çdo muaj që kaloj unë po bëhem akoma më mirë. Po rrit me një përqindje të caktuar pak a shumë. E diti se sa do presësh. Yes. Po ngelen në një nivel je më keq. Yes, je më keq sepse tham që leku nuk ka më vlerë. Po jo, e theq parë, e the shumë bukur që në fakt të kursesh nuk të bën të pasur, e kam dëgjuar shumë herë. Të bën varfër. Po të bën të varfër. Këtë që të bën të varfër nuk e kisha menduar gjithmonë. Okej, të bën të pasur. Jo, e di pse u kam një definicion. Nëse unë sot kursej 5.000 euro, po me këto 5.000 euro unë shkoj hadhërmi sot. Unë i kurseva ato sepse më duhet kursej, ë? Ashtu e kam bindje. Pas 3 vjetësh, këto 5.000 euro që më janë bërë 5.100 euro se i kam mbajtur në bank, unë nuk shkoj dot më dhërmi nëse duhet i përdor, maksimumi i qitlalisit. Kupton diferencën? Pra, unë jam varfëruar. Se s'kam lek se për të shkuar në dhërmi pas 5 vjetësh më duhen 10.000, për 7.000, 8.000. Make sense? Inflacioni i shpjeguar me dhërmi. Po. Ja. Jo, e shpjegova kështu që ta kuptoj. Taksa, sa paguan? Taksa paguaj goxha. Nuk se kam mbledh, por paguaj goxha sepse biles paguajmë 2 herë, 55% që e merr hipoteka nga diferenca e pronës dhe 55% aty fitimi që e merr shteti plus dividendi 8%. Ose nga SHPK-ja që merr për vete. Ja, patjetër. 38%. Se njëkohësisht jam dhe aksioner i kësaj që, domethënë, në qoftë se merr një pronë 100, e shet 200, 100 hipoteka thot i ke fitim do 15%. Tani për 15.000, për 75%, 85% do para 15% shteti si tatin fitimi dhe për pjesën që mbeten do paguaj prap një 8% dividend. Por jam happy pasi Shqipëria ka shumë pak taksa në krahasim me Italinë. Italia ka 68.5% total. Punon për shtetin. Yes, that's it. Kështu që Shqipëria për taksa është fantastik. Po nëse doje teorikisht gjithmonë nëse ishim Moldavi tani, jo Shqipëri, edhe doje të paguaje sa më pak taksa të jetë e mundur, çfarë duhet bëje? Paguaje më pak taksa. Sa është 38% zero, më pak akoma. Do mundësisht zero. Ka ndonjë mënyrë? Po patjetër që ka mënyra, apo ekziston një lloj numri që nuk ja vlen për shembull të bësh ato, për shembull Cayman Islands. Nuk ja vlen të hapësh offshore sepse atë dim gjithë offshore, isu çoraço, bla bla bla, po no, nuk jam me këto sepse unë gjithmonë nuk bëj llogari sa më shteti, unë bëj llogari sa më mbeten mua, nëse mua mbeten enough, jam i kënaqur, that's it. Pastaj shteti i duhet sepse ne flasim, duam rrugë, duam kopshte, duam pagesa më të mira, po shteti nuk ka nga ne, kështu që nuk do të jemi pak më vizionar në këtë aspekt. Po, në fakt të hapësh. Është çështë e mindseti. Pse njerëzit thotë, më merr mua shteti 15%, pse thuat euro fitoj 85%? A ke menduar këtë gjë? Sa mirë fitova 85%. Ose se të hapësh llogarit në Cayman Islands, thjesht puno 2 orë më shumë edhe gjej një mënyrë se si ti fitosh. Dhe ka mënyra. Rrit veten, diversifiko, that's it. Dua të gërmoj pak më shumë brenda mendjes tënde. Të shikoj vërtet, e shikoj që mendon ndryshe normalisht, e kam parë para se të ftoj, që mendon ndryshe se ndryshe do thoshja, e kupton? Se kam takuar 2 vet aty dhe një shokun tim, edhe ai shoku im tha i thash bosit, i thash pronarit, të më jap lekët një 3 ditë më përpara dhe s'mi dha, e kupton, sa njëri keq. Kështu që thash këtë ftojmë podcastash. Këtë që ka për milionat apo atë që si ja tha 3 ditë para, edhe doli që do marr ty sepse ke diçka më shumë në mendje. Tani, nga këto pyetje që kam unë dua më shumë të gërmoj dhe të shikoj se çfarë ka ndryshe. Duke filluar nga mësimet e mëdha në jetë, jo të trajnimet në përgjithësi. Cili është mësimi më i madh që ke marrë në jetë? Mësimi më i madh, nëse nuk ke informacion mos i fut asaj gjë.
Pra nëse ti do të bësh diçka, duhet të marrësh informacion. Duhet të jesh ekspert apo thjesht të marrësh informacion? Jo ekspert. Ekspert do bësh rrugës, se çdo ekspert ka qenë një fillestar, por duhet të marrësh informacion. Nëse mund ta shpjegoj kështu, shoh shumë mendsi, sidomos këtë mendsinë e re, brezi i ri, thotë që do ta hap një biznes kështu se ky ka lek. Hap lokal plako. Ka se ka lek, po nuk e di se çfarë kostosh ka ai lokal. Çfarë pune do ai lokal, çfarë kohe do ai lokal, çfarë sakrificash do ai lokal, po themi. Edhe kjo quhet të nisesh një biznes me opinion. Nuk niset asnjë një biznes me opinion. Studioje tregu, bëhet analiza, do shikosh që çfarë të duhen, a i ke ti këto mundësi, pra kapitalin, nëse ke kapitalin njerëzor, sepse biznesi bëhet me njerëz, të duhet njerëz. Nëse ti ke këto, nëse ke këto connection, po, edhe i hedh gjitha në ile, bën një plan biznesi, that's it. Nëse ai thot po, futu, nëse thot jo, mos e fut, gjej diçka tjetër. That's it. Domethënë je kundra këtyre që hapin një lokal sepse kanë hapur dhe të tjerët apo Totalisht kundra. Ky quhet të futesh në biznes me opinion. po çfarë u ecën? Patjetër që do ecën, por Njëri do ecë atë. njëri do të ecë se është si 8 zarët. Kur e zarë do dalë edhe 6. Ekziston probabiliteti. Shumë interesante. Edhe besoj se këtë këshill do jepi edhe njerëzve. Patjetër. Duhet të navigojnë, duhet të kërkojnë. Të pyesin. Sa se gjithmonë njeriu mund të mësoj. Ku është niveli deri ku? Nuk ka. Do mund të mësosh 5 vjet jo para se të hapësh. Të japësh një limit vetes? Patjetër. Unë mendoj që nëse ti ke bërë një punë konsistente për 6 muaj, je gja gati për atë punë. Do me thënë flasim këtu tani 6 muaj të ulesh 8 orësh, një lloj siç Jo, 8 orësh jo. 4. Ti je duke bërë një punë tjetër, por normalisht kur shkon darkë nuk do shohësh Big Brother, ja 3 orë të mira, por do hapësh internetin, do navigosh, do pyesësh, do lësh mundësi të takosh Julin, takosh Dionisi, takosh dikë tjetër që është i fushës. Por edhe nëse nuk njeh dikë të fushës, njeh dikë që njeh dikë të fushës. Pra nëse dikush po themi, nuk njeh dikë në real estate, ama njeh Juli që njeh mu, po themi. Dhe kështu funksionon. Shumë e bukur ajo si lëvizje. Megjithëse flasim për lëvizje, cila është lëvizja më e bukur që ke bërë në biznes? Lëvizje, mendoj që u pozicionova 100% në fond, në real estate. Që, si thon, hollove kohën dhe merresh vetëm me një gjë apo? Po, yes, this is. Pra, e çova gjithë fokusin tek kjo. Dhe unë e quaj lëvizje, it's move. E kam çu fokusin këtu dhe prandaj gjërat po ecin. E kishe në disa vende apo se kishe këtu e duhet ta kishe vetë? Domethënë, fakti që e çove te ky biznes fiks apo që e çove vetëm në një biznes, këtë po pyes. Që e çova te ky pjesën më. Pjesët e tjera, 2 bizneset e tjera janë deleguara, pothuajse. Me buton, thjesht funksionon. Është dikush tjetër që merret me atë punë, edhe nuk jam unë me atë punë. Kurse këtu jam unë. Po gabimi më i madh financiar. Gabimi që i kam besu miqve. Me miq po e bën këtë, se tani sa po më the që kam besu unë miqve pa bër analizë. Pa bër kontratë. Se jemi sot miq, po nesër ndryshojnë gjërat. Kështu që është më mirë një copletë të shkruar që e tham kështu dhe do bëhet kështu. Më pëlqen shumë mënyra se si rezonon. Do të bëj një pyetje tani. Tazëm, imagjinojmë se nuk kemi në Shqipëri, pra ti si ke këta miq, nuk njehesh njeri, nuk e as prindrit këtu afër të ndihmojnë, as bankën, as gjë. Je në një vend tjetër, je në Lisbon të Portugalisë. Dhe ti brenda një viti vetëm duhet bësh 100.000 euro. Do fillosh nga zero. Flasim këtu zero, zgjohesh në mëngjes dhe i pastre, nuk e as shtëpi asgjë. Do bësh 100.000 euro brenda një viti. Si do e bësh? Shiko, e para një herë është duhet të siguroj nëse mund ta bëjmë si një formë Po, nuk ka për të jep saktë. Jo, patjetër, po unë e kam si ide. Domethënë nëse hidhem e ke menduar, nëse ngelesh pa zero nesër çfarë do bësh? Di rrugën, nuk se do bëj fiks një gjë, po di rrugën. E kuptova, po. Se varet se ku merr, nëse merr në Lisbon, di çfarë do bëj në Lisbon. Nëse merr në Amerikë, di çfarë do bëj në Amerikë. Kjo është diferenca, që tash sepse ti nëse ngelesh nesër me 0 lek në Shqipëri, prap di çfarë të bësh se ti je në Shqipëri nga fillimi i fundit. Po ndaj thash një gjë të kundërt në Lisbon, që ti e di pak shumë se si ti e di që bëhet. Gjëja kryesore mendoj është që e di që bëhet. Tani si bëhet e gjën rrugës, po. Je në Lisbon. Do të bësh 100.000 euro brenda vitit.
Që e parë që unë do të bëj është që do të shkoj në pikën që mendoj unë ku ka më shumë lëvizje. Cilet janë ato pika që i din gjithçka. E kujt është kjo prona, ç'a halli ka ky personi, ç'a nuk funksionon këtu, se ti nuk supozohet që unë nuk di se si funksionon Lisbona. Dhe zakonisht këto janë në pikat më kyçe, lokalet më kyçe, më trend, më të gjitha. Do shkoj atje. Gjë e parë një herë do gjej kush është shefi. Po themi, do hyjmë bisedë me të, do bëjmë bisedë të këndshme, mund ta nis që nga larja e pjatave. Ora i them, si puna po shoh që kjo këtu nuk është mirë, kjo s'është mirë, jam i sigurt që dikush ti kërkon një 500 euro, po vallai mi kërkon. A ti bëj 1%? Mo thuat, a do thot po ai? Okej, ti bëj 1%. Sa po mora 100 sigurova 3 vafte. Edhe 23 him pra të ditë. Të paktën jam i qetë. Dhe pastaj do hyj bisedës mirë, me një gotë mirë me këtë personi, dhe të them po ky, po ai, po ky, sepse unë dua të identifikoj ku janë problemet. Dua të di kush janë ata që mund t'i zgjidhin këto gjëra. That's it. Pra të krijoj një connection, një lidhje. Nuk e di nëse e kapa apo. Po. Pra, po themi, unë po them, ore ku cilet janë, a keni hotele këtu? Se unë prapë do të them tek real estate, sepse atë njoh më mirë. Them, a keni hotele këtu? Vallai kemi sa hotele, thot, pa jam bërnut fare, thot nuk kanë investu. That's it. Kush është hoteli më i keq fare që është? Filani. Çfarë ka i filani? Kush mund ta gjejë atë personi? Dhe do shkoj ta takoj atë personi. Mund t'i ofroj një deal. Dërgoj që ti s'ke lek, është S'ka lek. 2 e 3. Unë do t'rregoj një histori që i futem, më pëlqen shumë. Që unë jam inspiruar nga kjo. Dy çifut takohen me njëri tjetrin dhe do shisin një produkt. Ulun, u zun një gjysmore, jo 5 lek, jo 7 lek, jo 5 lek, nëse si përfundim, ran dakord 7 lek. Sa ikën ata, thot që i futi parë, ky që do shiste, thot. Bo, thot, unë i thash atij 7 lek, thot, ku ta gjej se unë se kam produktin fare. Ky tjetri tha, bo, tha, unë rash dakord, tha, po, ku ta gjej, tha, se unë s'kam lekët. Kështu që kjo më ka inspiruar shumë, domethënë. Ore, nëse ne do i kemi gjërat në tavolinë, jo që nuk bën asnjë gjë në tavolinë. Believe me, nuk bëhen asnjëherë gjërat ashtu si ti, se gjithmonë do jenë të shfazuara. Tani kur unë jam i gatshëm që të shoh që ky hoteli këtu është bërnut dhe do i investuar dhe ky personi tjetër nuk ka lek, atëherë ai do jetë i kënaqur, do i ofroj një deal atij që ai të marrin, po themi një të ardhur pasive X lek dhe lere se merrem unë me atë punë. Lekët do t'ia gjej dikujt tjetër i cili ka lek, por nuk di valla nga ti investoj, nuk ka se ka bën fare nga hoteli. That's it. Sepse jo të gjithë do i dim të gjitha gjërat. Unë di nga kjo gjë, ti di si të bësh video dhe si të bësh ato udhime, të gjesh atë rrugën shkurt, të ecësh me pak lek, apo të gjesh të 10 euro një bilet, unë s'di ta gjej. Kjo është. Shumë e saktë, jo, të martosh dy halle të ndryshme, njëri që ka lek dhe s'ka ç'i bën, edhe njëri që s'ka ç'bën sepse përgjithësisht s'ka lekët. Po të thuash ti, këta nuk, pse se kanë gjetë njëri tjetri? Jo, ata din që ekziston njëri tjetri. Po ky që ka lekët nuk di si funksionon hoteli, nuk di si funksionon restaurimi, s'merr vesh ai, s'ka grupe puna, absolutisht asgjë, po marrim rasti. That's it. Kurse unë kam një eksperiencë të tillë dhe mund t'i lidh këta. Nëse më lejo të them diçka, unë jam inspiruar nga Henry Ford. E kam parë STEM diplome në fakultet. Thonë që Henry Ford e akuzuan sepse ndërhynte edhe në shtëpi se u jepte lekët burrave, grave dhe jo burrave, çonte pastruese çifte nëse toni mirë apo jo, pra bëri ca gjëra që në atë kohë ishin vështira dhe i thanë ç'është ky ignorant andaj këtej, nuk merr vesh asgjë, bën sikur di gjithçka, edhe hodhën gjyq. Mi po kur shkon në gjyq, Henry Ford kishte vetëm një telefon, po themi, e bëjnë bukur, dhe i tha gjykatës, unë dua, tha, që të më bëj pyetje një person i cili është adapt për atë punë. Pra mjeku të më bëj për mjekësinë, mekaniku për mekanikun, juristi pyetje juridike. Dakor. Ngrihet mjeku dhe i bënin pyetjet mjekësisë. Merr telefonin dhe merr mjekun e kompanisë, i thotë, e dëgjove pyetjen? Po, kthej përgjigje tash. Ja ktheu. Ngrihet mekaniku ishte vetë ja ktheu përgjigjen. Ngrihet juristi, i bën pyetje për juristin, merr juristin e kompanisë, i ktheu përgjigje. Ja, i thanë dash, ky nuk di asgjë, tha. E dashur juri, tha.
detyra ime nuk është i di të gjitha. Detyra ime është të mbledh njerëzit që janë adapt për atë punë dhe të krijojmë një produkt. Nuk e di nëse tu përgjigja pyetjes të mpash. Kështu që kjo ka qenë moto ime. Kam pas kompani programimi, unë nuk di të programoj. Kam pas call center italisht, unë nuk di italisht. S'është detyra ime të di italisht. Që është e njëjtë arsye pse ke dy biznese të tjera tani dhe i ke vënë në autopilot. Dhe si aty. Tjera tas, si jam unë. Ke gjetur persona që Unë përcaktoj se ku të shkoj kjo, çfarë bëj sistemin e kontrollit dhe ata vazhdojnë. Do kesh sistemin e shpërblimit që ata punojnë. That's it. shumë besim i sakt për lekët e për të rritur. Doja të pyesja prapë që para 10 vitesh, flasim këtu për para se të merrje shtëpinë. Jo, kur kishe marrë shtëpinë tënde të parë, po para se të merresh shtëpinë e dytë, ndiku para 10 vitesh, çfarë besimi të gabuar ke patur për lekët, të cilin e ke gjetë rrugës më mbrapa që shiko se kam gabuar. Pra është ajo që thash kursimi. E kisha gjithmonë kurse. E ke pa dhe para Po pra, deri në 2017 ka qenë ai besim. Dhe pastaj nga 2017 e më mbrapa fillova jo ta heq njerëzit, sepse nuk mund ta hiqë një besim i krijuar prej, po themi, gjeneratash, por fillova gradualisht. Nëse po them kurseja X lek nuk i investoja të gjitha, i investoja një pjesë të kisha frikë se mos i humbisja, të kisha pjesën tjetër. Pra derisa gradualisht rritej njohuria ime në investime, normalisht rritej edhe raporti duke zvogëluar këtë besim dhe duke kryej besimin e ri që leku bëhet duke investuar dhe jo duke kursyer. Dikush që na shikon ka hapur mbase një faqe Instagrami, mbase një biznes të vogël, mbase një biznes të mesëm apo të madh, dhe do brenda 12 muajve të ardhshme ka një qëllim të dyfishoj lekët. Të ardhurat e tij. Ta bëj dyfishin. Atje nëse ai ka marr 400 në muaj ti bëj 800, nëse nxjerr 20.000 euro në vit të nxjerr 40.000. Si mund ta bëj këtë? Dikush. Do të shtoj vlerë. Sipas mendimit gjithmonë, na flasim fiks. Po patjetër, e para njerësh që do të shtoj vlerë. Edhe pyetje lind, si të shtoj vlerën? Dhe kjo varet se ku je ti, nëse je i punësuar, nëse je në biznes. Pra, kjo është ideja. Nëse ti je në biznes, do të shtosh vlerë, atëherë çfarë produkti ofron? Pra, fillon pyetjet. Çfarë produkti ofron? Si mund ta bësh të produkt më të mirë? Mund ta bësh me një dizajn, mund ta bësh me një shpërndarje më të mirë? I don't know. Nëse je punojës, okay, si të shtoj unë vlerë? Pra duke bërë një punë më të mirë, po si të bëj punën më mirë, unë duhet trajnohem që ta bëj punën më të mirë. Pra, ti gjithçka lidhet me shtimin e vlerës. Nëse do të fitosh lek, ka të bëj me shtimin e vlerës. Pastaj se si ti e shton vlerën, pastaj është varet nga natyra jote dhe puna ku jeton. Ku punon. Po. Çfarë ndan të pasurit nga gjithë tjerët? Vlera? Dënia vlerës? Jo, mindseti. Unë besoj që mindseti. Puna mbase, nga që punojnë më shumë milionerët. Jo, patjetër që punojnë më shumë. Shko, kur arrin një farë fashe pastaj ti nuk ke nevojë të punosh fizikisht. Të punosh me tru, me ide, me inovacion. Por që i ndan mindseti. Të varfrit, unë kam këtë gjë që të varfrit shpenzojnë shumë për dukjen. Rroba më të mira, që të duket më mirë, makinë më të mirë, që të duket më mirë, po unë kam zbuluar kohët e fundit që njerëzit e bëjnë këtë gjë jo për të dukur, por për të mbuluar atë çfarë është brenda. Pra, nëse ti je i varfër, ti sillesh si i pasur, që të mbulosh je i varfër. Shife ç'a ndodh, të pasurit sillen si të varfër, me ato bluzat e thjeshta, gjërat. A di pse e bëjnë këta? Këtë e bëjnë sepse nuk duan të tregojnë që janë të pasur, janë thjesht. That's it. Pra gjithçka që bëhet në dukje, bëhet për të mbuluar atë çfarë ti ke brenda. Çfarë je në realitet. Është një lloj mirë, po kjo si këshill nuk e di sa qëndron, është si ata që mbase nuk janë aq të bukur, e thua ata që janë të bukur përdorin më shumë make-up. Normale, sepse ata që janë të bukur nuk e kanë nevojë. Po, ai që nuk është i bukur, ai përdor make-up. Dhe pse e përdor make-upin? Sepse do të mbulojë atë që s'është i bukur. That's it. Po, keq bën? Në rastin e make-upit mbase s'bën keq. Po s'bën keq, ai bën shumë mirë këtu, po në rastin e leku nuk funksionon kështu, sepse ai po shpenzon lek për dukje që nuk i intereson askujt. E ç'më duhet mua se sa i pasur je ti armik. Ti parat i ke për vete, nuk i ke për mua. E vërtet. That's it.
Pse po harxhon para që të dukesh mirë tek unë, kur mua nuk më intereson. Atë ke hedhur dëm ato lekë, se ke hedhur biços. Shkore, investo, po rritje, të bëhesh më i mirë. E di si më intereson mua. Kur ti sillesh më mirë, kur ti je një njeri më i mirë, pra je si të themi i investuar për së brendshmi. Në mindset-in këto gjëra, le të jesh i varfër. Mund të jesh i varfër nga parat, po je i pasur në shpirt, je i pasur në sjellje, je i pasur në fjalor. Nëse ti investon në këto, atëherë po ke vëmendjen time. Po, këtu mua më intereson ti. Nëse ti je i pasur apo i varfër, mos ka lidhje. Për mua. Cili është vendimi më i vështirë në biznes? Vendimi më i vështirë në biznes është të heqësh nga puna njerëzit e tu. Ata që ti i konsideron miq. Që ke vështirë, por duhet. Duhet? Madje të parat ata. Po ata sikur të ndihmuan ta hapësh, e kupton? Jo. Dhe në biznes, dhe më thash një person i cili ti e ke në punë dhe ai nuk i përmbush kriteret, por ti e ke mbajtur aty sepse e ke mik. Kupton? Por ai duhet hequr sepse nuk e bën punën. Unë kam një shprehje shumë të bukur që e kam mësuar nga Vasil Naçi, e falenderoj me këtë rast. Thot i ashpër me biznesin dhe i but me njerëzit, që do të thotë, nëse ky është për të hequr, nuk diskutohet që duhet të hequr, sepse unë do të jem strikt te biznesi. Aman që mund t'ja them me të but patjetër, nuk kam se ta heq me ceremoni. Që ti mbyll kodin edhe mos i ngre telefonin. Kjo është ashpërsi. Nëse ti thua, më vjen keq, mund të gjesh një punë tjetër mbase. Mund të gjesh një punë tjetër që ai mund ta bëj, po prap heqesh nga puna sepse hoqe nga atje ku ishte çove më poshtë. Ose hoqe fare. Por duhet bër. Biznesi nuk të fal. Biznesi nuk njeh as hall, tezë, xhaj, nuk njeh asgjë. Kur zgjohesh në mëngjes zakonisht kështu zgjohesh gjithmonë me thik në dorë, thua do Jo. Jam gati për biznes, çdo ditë jam, nëse dikush thotë, shikoj se dua një shtëpi, një penthouse, një diçka je këtu, bam. Okej, right, e kam, e di këtë, e di atë, apo je më chill nga Jo, jam më i fokusuar. Tashmë unë i di se çfarë jam duke bërë. Kam një plan që do ta çoj deri në fund, fokusi all in aty. Të ka ardhur ndonjëherë majt hundës që thon, thuash, mjafton, nuk dua më, e bëra milionin, ç'më duhet mua, apo është shumë e vështirë, s'dua ta bëj, apo ku di unë. Do të ndryshoj fare, dua të ikin në Tajland të rri një vit. Shiko, e kam provuar edhe të ndonjërit për një kohë të gjatë, domethënë chill. Kështu, një vit. Gjithë kemi kaluar, ishte koha e pandemisë, u çmendëm. Kështu që ne njerëzit jemi bërë për të mësuar, pra për të mësuar, për të punuar gjatë gjithë kohës dhe për të mbajtur pak atë adrenalinën gjallë, sepse ajo të mbante dopaminën e të bën çdo gjë gjallë. Pra duhet, është e pamundur mos punosh. Por e ke menduar ndonjëherë ta lësh, thjesht s'të doli llogaria si bie. Jo, nuk besoj që do ta lër, por mund të delegoj sa më shumë punë. Pra jam drejt një rrugë që unë duhet të delegoj punë, të delegoj sa më shumë dhe ngele sa më pak. Por jo ta heq fare, sepse normalisht. Po pa lek, ke ngel ndonjëherë? Pa lek, me thënë drejtën, jo, me të ardhua të ulta, po. Por pa lek fare jo, sepse siç e thash edhe në fillim që ishte koha që kurseshim, pra të ditë të keqe. Kështu që e paska edhe një gjë të mirë ai kursimi. Sa orë punon në javë? Flasim si amerikanët, në ditë si shqiptarët. Po ti themi si shqiptarët, 9 orë ditë po i bëj. 9. Nga hena në të premte. Patjetër. Shtundjel, jo, më së shumti shtundjelën e kam për trajnimet që bëj vetë. Ose për pushime nëse. Po, patjetër, pushime ose trajnime, sepse normalisht trajnimet në fundjavë bëhen. Kështu që ka raste që punoj edhe 12 orë, por flasim baza është tek 9 orë. 12 orë, ai bie nga mëngjesi, 9 mëngjesit në 9 darkës për shkak. 9 darkës shkoj. Edhe 10 kam pas raste. Po ato janë faza, janë po themi 2-3 ditë apo një javë dhe që duhet kalojë faza dhe pastaj qetësohen gjëra. Cila është sakrifica më e madhe që ke bërë dhe mbase vazhdon të bësh për biznes? Familja. Familja. Kam harxuar shumë kohë me biznesin, që po mundohem që ta rikuperoj tash. Kam punuar 20 orë më përpara. Në ditë. Madje kam pasur zyrën edhe shtëpinë gjitur në ndande një mur, vetëm që të isha aty. Por se 20 orë i thon deri në 2 natës, pastaj 6 mëngjesit prapë, ose
prap do të ishte, se kam pasur një kompani kështu programimi, marketingu e bla 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 para gjithë këtyre. Dikush që shikon, është student, do të bëj 10.000 euro, si mund t'i bëj? 10.000 euro e para një që thash, ai duhet të ndaj marrë një letër një laps një. Të shkruaj çfarë i pëlqen, çfarë i pëlqen të bëj një. Dhe si mund të shtoj vlerë me këtë gjë që i pëlqen. Dikujt mund t'i pëlqejë për shembull dizajni. Shumë bukur, me dizajnin ai mund të shtoj vlerë. Mund të bëj një kurs në Udemy, $3 për të mësuar një nga programe po themi për interior design, një faqe Instagrami, that's it. Edhe e kapi klientin e parë. Si mund ta rris dikush? Cila është mënyra më e mirë të rris dikush një Instagram biznesi të mirë në epokën e sotme? Se ndryshojnë. Po, e para njëherë është që të bëj videot e cinë shumë, sidomos në Shqipëri, po të bëj video reale, video të shkurtra dhe të postoj çdo ditë. Por jo vetëm të shesi, por duhet të tregoj edhe si përdori produkt, pra edhe të filloj të mësoj. Për shembull dikush që ka një farmaci, jo vetëm shesi kremra, por thot edhe si të mbroheni nga dielli. Pra duhet të japi edhe një edukim. Pra besoj që këto video e cinë më së shumti. Ose dikush që ishte trampanin, po themi, ose një matrapik, e kupton, radhë parë do të tregoj edhe si përdoret ai. Pra, kjo është një nga mënyrat më të mira. Cila është një këshill që e japin të gjithë ose gati të gjithë, po s'është e vërtet fare? Kurse ato. Zakonisht është si të bësh milioner kur nuk jam bërë vetë milioner. Kjo është çik strange. Domethënë, të më japësh këshilla, të japi këshilla dikush që si të bëhesh milioner ndërkohë që vetë nuk është bërë milioner, për mua nuk bën sens. Nëse ma jep dikush që e ka bërë milionin, that's it. Edhe atje prapë, se varet mund ta ketë bërë me teatr, ndërkohë që ti je në llaç. Pa tjetër, por ai do të tregoj mënyrën, rrugën si funksionojnë gjërat. E kupton? Shumë e vërtet ajo. Po. Edhe ajo besoj se është një ilegale nuk është, po hyn tek imoralja. U merr lek mase me një libër, mase me një diçka. Që ai ideja është ai ka lexuar diku se nuk se po i shpik. Ai ka lexuar ato dhe thjesht i audiencës vet ja shet këtë gjë, por nuk e ka bërë vetë. Çfarë bën ti një gjë që 99% e shqiptarëve se bëjnë? Se di. Nuk e di të kthej përgjigje. Thjesht të gjitha mendore, domethënë ti ke arritur te miliona thjesht nga që zgjohesh mëngjes dhe mendon më qartë. Merr vendimin më saktë. Shiko, un mendoj që kam kuptuar se si funksionon po themi ekonomia botërore dhe deri diku në një them që kam kuptuar të thyej Matrixin. Domethënë po sepse neve më kujtohet kur ishim të vegjël na mësonin që shko në shkollë me nota të mira edhe me një punë të mirë. Dhe rendi botëror të kërkon gjithë t'i kthejnë robota. Ndërkohë që unë mendoj ndryshe. Gjithmonë jam kundra rrymës. Duhet të ketë një biznesmen një brand personal apo jo? Patjetër që po. Edhe të mirë kuruar madje. Sepse nëse e ka, dalim në kundërshtim me atë që thamë që parë që më mirë milioner i pa njohur se sa fukara dhe njohur. Jo, tani nuk thamë që ta hapësh, po ti një brand ta kesh. Pra nëse ti ke një biznes, do të kesh brandin tënd, ti je dikush, ta kesh të mirë kuruar, në këtë aspekt e kisha. Nuk tham nëse duhet të jesh publik apo jo. Kjo është diçka tjetër. Pyetja e parafundit që kam, se po arrim tek një orë intervistë, pyetja e parafundit që kam është nëse ishe kryeministër. Çfarë do bëje në Shqipëri? Futesh sot, nesër, çfarë rëndësi ka? Unë do merja buxhetin dorë, shtetin dorë, do hiqja të gjitha shpenzimet për çdo lloj gjë tjetër vetëm për gjëra jetike. Dhe të gjithë pjesët që do mbetet do ishte në arsim. Vetëm në arsim, me gjithë buxhetin arsim. Por,
Do me thënë, në arsim do fillojnë ata që janë 0 vjeç edhe ata do duan 25 vjet që ta mbarojnë. Do me thënë, ky ndryshim do duke për 25 vjet. Jo, do duket që në momentin sepse nuk është se do filloj vetëm me klasën në kopësh dhe do presi këta. Ti do fillosh me të gjithë kur them arsim nga kopshti deri në fakultet. Që tani, që sot. Po sepse ata edukimin e marrin dhe nga familja, e cila familja nuk është arsimuar me këtë. Patjetër, aty thua që sa shumë do edukohen, duhet 25 vite që të edukohen plotësisht. Brezit, patjetër, por është proces ai. Ndryshimi fillon që vitin e parë, që momenti që ti ngrit rrogat, që momenti që ti ndalon korrupsionin, e shumë gjëra. Si mund ta bëj dikush në mënyrë vetjake këtë? Ndërkohë që ne po presim shtetet të ndryshojnë arsimin, si mund ta bëjmë ne? Si mund ta arsimojmë ne më mirë? Si mund të edukohemi ne më mirë? Mos shikoni Big Brother. Mos u influenconi nga të tjerët. Sot fatmirësisht teknologjia të lejon që ti të marrësh kurse që unë më përpara nuk i merja dot. Sepse sot në Udemy futesh me $5 ke kurs. Të mësosh gjëra shumë të mira. Ta përdorin kohën teknologjinë për mirë. Nëse ti e bën këtë, unë mendoj që vetë do është si të vendosim një tull secili për në këtë shtet. Duhet ndaloj diku njeriu apo? Për mua jo, derisa të mbyllet. Edhe të punuari, edhe të edukuari. Në qoftë se dikush do të takoj, do të investoj tek fondi, do të ndjek në media sociale, ku do të gjejmë? Ne. Instagram. Në Instagram e kam më së shumti, normalisht me emër mbi emër, e kam dhe të verifikuar. Pastaj mjafton googullosh emrin tim, i ke gjitha kontaktet, numër telefon, LinkedIn, TikTok nuk kam. Instagram, Facebook, LinkedIn, edhe mjafton googullosh emrin tim dhe do dali numër kontakti, kam një numër që kam 20 vjet që kam. Në qoftë se po dalin edhe tek regjistrimet e bizneseve. Gjithçka, domethënë dalin tek Open Data dhe normalisht janë numrat edhe kontaktet e mia të vjetra për 20 vjetësh që nuk i kam ndruar, qoftë adresë emaili, qoftë numër telefoni. Në qoftë se dikush do të investoj tek fondi apo interesohet për fondin, do të kontaktoj personalisht apo të futet tek fondi direkt? Jo, patjetër që do më kontaktoj, sepse do të bisedoj me mua, sepse unë do të bëj një bisedë paraprake me të, do të kuptoj sa i formuar është ai, sa kapacitet ka ai, po themi nëse ai ka vetëm 10.000 euro, unë nuk jam marrë 10.000 euro atje. Qofse kanë total, po, se 100% mos... No, asnjëherë thash, sepse të njëjtën rregull që unë ndjek për veten time, duhet ta ndjek edhe për ata që janë bashkëinvestitorët. Zonja dhe zotrinj, ishim me Dionis Shahaj, fondi quhet Sole Global Investment. Qofse ju keni mjaftueshëm para dhe doni të investoni, diku tek 10 mijë mund të fillojë. Minimumi po. Dhe janë pronat të cilat do blihen në Shqipëri. Në Shqipëri të gjitha janë të prekshme, ata mund të aksesojnë edhe pronat e gjitha. Këto jepen me qira, bëhen lekët dhe nga këto lekët që bëhen, këto ndahen nëpër njerëz të ndryshëm. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit juve. Shpresojmë të shikojmë një herë tjetër mbase duke përgjigjur pyetjeve që bëjnë njerëzit nëpër komente. Faleminderit që jemi javën e radhës. Faleminderit, mirupafshim.